Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Në ligjëratat e kaluara kemi folur për menjanimin dhe largimin e ndytësirave, çka konsiderohet fillimisht ndytësir, pastaj edhe metodat, mënyrat e largimit të tyre. Në kam mbetë edhe disa çështje mi trajtu, të cilat janë shumë të rëndësishme. Për këtyre gjërave që kanë të bëjnë me këtë nën kapitull, është çështja e trupit të njeriut, pa më parasysh a është musliman apo jo, a është i pastër apo është i papastër. Trupi i muslimanit, përveç atyre që i kemi përmend më herët, domethënë urinës, jashtëqitjes, gjakut kur del jashtë dhe medhiut e udhiut që i kemi përmend më herët, përveç këtyre trupi i njeriut në përgjithësi trupi i muslimanit. Tash mund të thonë me ndonë dy pjesë këtë çështje, domethënë trupi i njeriut, mund të thonë trupi i muslimanit dhe i jo muslimanit, sepse tek i jo muslimani kemi aty një farë lloj qartësimi pak më të madh. Trupi i muslimanit është i pastër edhe gjatë jetës së tij, por edhe pas vdekjes së tij. Dhe kjo duke u bazuar në konsenzusin e dietarëve. Dhe ky konsenzus është i cili është mbështetur në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është hadithin të cilin e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, ku në to tregohet se Abu Huraira radhiyallahu anhu ka qenë një herë gjunub dhe e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po e ka urrejt, nuk ka pasur qef me e taku dhe me dhon selam dhe me ndajt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj ka shkuar dhe është larë, pastaj ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë që të bëri që ti me u largu pe meje, thot isha gjunub dhe kerehtu an ujalisek wa ana ala ghairi tahara, nuk kisha qef që me ndajt me ty, ndërsa unë nuk jam i pastër, në atë aspektin kam pas nevojë me marr gusl. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë subhanallah innal mu'min la yanjus, subhanallah, besimtari nuk është i papastër. Në këtë hadithit, por edhe duke bazuar në ixhma, themi se trupi i muslimanit është i pastër gjatë jetës së tij, po ashtu edhe i pastër pas vdekjes së tij. Megjithëse në për hadithe ka ardhur obligueshmëria e larjes së xhenazës, së kufumet së njeriut. Mirë po kjo nuk do të thonë që trupi i njeriut ose i muslimanit pas vdekjes së tij bëhet i papastër, sepse nëse do të ishte i papastër dhe trupi i tij, atëherë larja nuk kishte më bë të pastër, sepse i kishte më konsideruar që i tërë trupi konsiderohet i papastër. Mirë po kjo për shkak të nderit që Allah azza wa jalla ka bën njeriut, muslimanit me la me pastru, edhe për shkak të, domethënë, pastërtisë fizike, që më thonë. Pra trupi i muslimanit është i pastër edhe gjatë jetës, edhe pas vdekjes, po ashtu edhe trupi i jo muslimanit është i pastër, sipas shumicës së dietarëve, është i pastër. Ka një ajet kuranor innamal mushrikuna najas. Me të vërtetë mushrikët, idhujtarit janë të papastër. Mirë, po këtu është për qëllim ajo papastërtia kuptimore, jo papastërtia fizike. Pse? Për arsye se Allahu azza wa jalla ka lejuar neve si musliman me u martu me gra të, domethënë, të cilat janë thorë të librit. Dhe nëse kishte më qenë trupi i tyre ose djersët e tyre ose pjesët e ndryshme të trupit të tyre të papastërta, atëherë nuk na kish leju Allahu azza wa jalla me u martu me to. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregohet se Thumama ibn Athal ka qenë mushrik dhe e kanë zënë rob, pastaj e kanë lidh në një dyrek të xhamis. Nëse do të ishte i papastër, atëherë nuk do të ta lidhnin Thumama ibn Athalin, sepse kishte pas mundësi, domethënë, të petina me rrjedh diçka, ndonjë djers ose diçka tjetër. Po ashtu edhe për aty në gjërave që tregojnë se edhe trupi i jo muslimanit është i pastër në atë aspektin fizik, ndërsa është i papastër në atë aspektin e besimit dhe në atë aspektin kuptimor, atëherë është se, më thonë, fakti që lejohet ngrënia e ushqimit të idhtarëve të librit. Kur ata përgatisin ndonjë ushqim që përgatisin në mënyrën halal, ata lejohet që ne ta ngrejmë atë ushqim, edhe pse ata kanë përgatitur këtë ushqim me duart e tyre, me pjesët e tyre të trupit.
Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij kanë marrë abdes prej një uji që ka pas një grua mushrike. Përmendet, domethënë një hadith i gjatë, hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar Aliun radhiyallahu anhu ose edhe disa prej me një njeri tjetër dhe pastaj kanë takuar një grua dhe kanë sjell deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdor atë ujë i cili ka qenë në atë që më thonë që ka qenë të ajo grua. Të gjitha këto dëshmojnë se edhe trupi i ju muslimanit, po marr parasysh çfarë feje apo ideologjie i takon ai, është i pastër. Shumë për djetarë, sikur se Ibn Gjeriri, po edhe të tjerë, kanë thonë se ka ixhma se trupi i gjunubit është i pastër, po ashtu edhe djersa e tij është e pastër, edhe trupi i gruas e cila është me menstruacione është i pastër, edhe djersa edhe pjesët e tjera të trupit, përveç atyre që i kemi sqaruar më herët, të gjitha këto janë të pastërta. Duke u nisur nga kjo, atëherë themi se nëse gjendet një organ i cili gjendet tek një kufu me një njeriu që është jo musliman dhe një musliman ka nevojë me transplantuar atë organ prej atina jo besimtarit, atëherë lejohet transplantimi nëse ai ka lejuar atë gjatë jetës së tij ose dikush prej trashëgimtarëve e ka lejuar pas vdekjes së tij, domethënë duke u nisur se trupi i tij është pra i pastër. Çështja tjetër është të trajtojmë disa prej atyne disa detajeve të trupit të njeriu, të cilat ndoshta te dikush për shembull mundën me shkaktu probleme ose me ngatru ose me mos me pas të qarta këto çështje. Për shembull, pështymja e njeriu, a është e pastër apo e papastër, po marr parasysh a është musliman apo jo. Ne përmendëm më herët që trupi i njeriu është i pastër, po marr parasysh a është gjatë jetës së tij apo pas vdekjes së tij, pa marr parasysh a është musliman apo nuk është musliman. Këtu hyn edhe pështyma. Domethënë pështyma e njeriu është e pastër sipas ixhmait, sipas konsenzusit të dietarëve dhe për këtë dëshmon një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku Aisha radhiyallahu anha thotë isha me menstruacione dhe pija nga një enë. Dhe pastaj i japë këtë enë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pinte pej kësaj ene. Domethënë kjo ka qenë me menstruacione, ka pi pej asaj ene. Domethënë që aty ka mbetur pështyma, se zakonisht domethënë ka mundësi me ndodhë që një pjesë e pështymës me mbet aty dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pi pe aty në vend ku ka pi Aisha radhiyallahu anha. Po ashtu edhe djersa e njeriu është e pastër sipas ixhmait konsenzusit, pa marr parasysh është kjo djersë e cila është kur njeriu nuk ka nevojë me marr gusull ose kur ka abdes, apo kur është për atyne që ka nevojë me marr gusull ose ka nevojë me marr abdes, në të gjitha gjendjet, domethënë ajo djersa e tij është e pastër sepse esenca se është se çdo gjë në trupin e njeriu është e pastër përveç se nëse ka ndonjë argument. Dhe pa marr parasysh se kjo djersë a është e besimtarit apo jo besimtarit. I sqaruam edhe më parë disa çështje mirë, po kam qef mi tregu disa prej këtyre detajeve. Për shembull, këlbaza dhe jargët, a janë të pastërta apo të papastërta? Mund me qenë të neverishme, mund me qenë të gërditshme, që njeriu, domethënë vetëm kur të shën ndoshta i shkakton atij në vjellë. Mirë për në aspektin fetar, a obligohet njeriu kur të bën ndonjë këlbazë apo ndonjë jarg në trupin e tij apo në rrobën e tij apo në vendin e tij dhe për shembull gjendet ajo, a bën më fal ashtu apo nuk bën më fal, apo duhet me la gjithsesi? Themi se këlbaza dhe jargët janë të pastërta, nuk që e ka kuptimin domethënë njeriu nuk e obligohet që të laj ato duke qenë në namaz. Dhe argument për këtë dëshmon është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në xhami, në kibel të xhamisë ka pa një herë i ka pa disa jarg ose diçka pikë këlbazës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nervozu. I ka thënë aty në shokëve, pse dikush pe juve ngritet edhe do të taku me Allahun azza wa jall, do të hi namaz, ndërsa e nxjerr pështymën ose i nxjerr jargët edhe pështym para tina. A dëshiron thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikush, a ka qef pe juve dikush që me pështy aty në fytyrën e tij? Kërkush nuk ka qef me pështy ose me hudh atë, domethënë këlbazën ose jargët ose edhe pështymën në fytyrën e tij. Atëherë
që dëshmon domethënë se kjo nuk bëhet duhet me vepru edhe është një gjë e shëmtuar. E thotë në qoftë se nxjerrni pështym, nëse vjen diku na me nxjerr pështym ose me nxjerr jarg, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëzuar se si me vepru, kjo duke pasur parasysh se faktin se xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë e shtruar me tepia, ka qenë me dhe. Dhe nëse është ndonjë xhami ose diku në ndonjë vend që domethënë ka dhe, aty mundet me vepru me të parën. Domethënë e cila ka thonë nëse e nxjerr dikush ka nevojë me pështy ose me nxjerr jarg, atëherë dohet të hudh kët poshtë këmbës së tij në anën e majt. Për ndryshe nëse nuk ka mundësi kësaj, për shembull tash në ekzistojnë tepihet që nuk bën njeriu me vepru kësaj sepse mundet me ndot atina ose me thonë shkaktu në veri atina e cila është pastina kur vjen ai në sejdë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se merr rrobën e tij, e pështyn, pastaj e fërkon atë pështymën e tij. E thonë dietarët se vetë fakti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lejuar që të bëhet të hudhet jarga ose pështyma në tesh, në rrobë, dhe nuk e ka obliguar larjen, tregon se kjo nuk është e papastër. Po ashtu suri i njeriut. Suri i njeriut është i pastër. E çka është për qëllim me fjalën sur, qoftë prej njeriut ose prej kafshëve të ndryshme, është kur njeriu pi diçka, qoftë ujë ose diçka tjetër, dhe në është ajo pjesa mbetur e asaj që ka pi ai. Për shembull, nëse pin një enë, që ajo pjesa e mbetur quhet sur. Sur. Ajo pjesa e mbetur ka mundësi me pas diçka prej pështymës ose diçka, domethënë që ka disa mbetje sa i përket mbetje të gojës së tij. Atëherë, a lejohet, a është e pastër kjo apo nuk është e pastër? Themi se është e pastër dhe nuk ka nevojë me pastru ose me konsideru se diçka e tillë është e papastër, sepse edhe vetë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njëri pas tjetrit më ka ndodhur nganjëherë që me pipën të njëjtës enë. Sigurisht që është ai rasti i Abu Hurajras radhiyallahu anhu kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka udhëzuar që domethënë tjerëve të jap, pastaj në fund të pinë Abu Hurajra dhe domethënë kjo ngjarje të ndryshme dëshmojnë se suri, pjesa mbetur e ushqimit ose e pirjes, në këtë rast me thonë më mirë e pirjes, atëherë është e pastër. Qumshti i gruas muslimane është i pastër, qoftë gjatë jetës së saj, por edhe pasi të vdes. Edhe nëse e ka ndruar ndonjë prej cilësive, po ashtu edhe qumshti i gruas jo muslimane është i pastër, nuk është i papastër. Ndërsa sa i përket spermës së njeriu, a është e pastër apo jo, ka diskutime ndërmjet dietarëve. Ka dy mendime të dietarëve se a është sperma e pastër apo është e papastër. Mendimi më i saktë është se sperma e njeriu është e pastër. Cilat janë argumentet? Janë disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, Aisha radhiyallahu anha, si transmeton Imam Muslimi, thotë se laqad kuntu afrakuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi. Tregon për spermën e cila ka qenë jo e lëngët, mirë po e thatë. Thotë laqad kuntu afrakuhu, thotë e fërkoja nga rroba e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj falej në atë rrobë. Domethënë nuk e ka larë atë rrobë, vetëm e ka fërku, më haftu me fërkim. Ndërsa në një hadith tjetër, Aisha radhiyallahu anha thotë, laqad kuntu ahukuhu yabisan bi dhufri min thawbihi. Thotë ndodhej që ajo të gjindej, domethënë ajo pjesa mbetur e spermës pasi që ishte tharë, pastaj e vetëm e kruaja në rrobën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj falej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër është përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do dhe nga një herë që atë rrobën në cilën e kishte përshkruar disa pika të spermës, ta lante atë rrobë, pastaj falej me atë rrobë dhe shiheshin gjurmët e larjes. Dhe këtë hadith e kam marrë për bazë ato të cilët kanë thënë se sperma është e papastër. Mirë, po bashkimin mes këtyre haditheve është se kjo larje dëshmon se është larje mustahab, sepse po të kishte qenë larja që është vajib, atëherë nuk do të ishte mjaftuar
Aisha radiallahu anha edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka miratu Aisha radiallahu anha, ose ata që ka bu Aisha radiallahu anha, nuk do të ishte mjaftu vetëm me fërkim, edhe me, si më thani, një fërllaj kruajtje, edhe largim të pjesës, asaj në pjesës mbetur, pasi që është tharë. Pra të gjitha këto dëshmojnë se sperma e njeriut është e pastër. Pastaj kemi nevojë edhe me sqaru sekrecionet që dalin nga organi gjenital i femrës. A janë të pastra apo janë të papastra? A prishin abdesin apo nuk e prishin abdesin? Sa përket këtyre sekrecioneve që quhen ndryshe menstruacionet bardha, do thonë menstruacionet bardha, sekrecionet bardha, sekrecionet që i rrjedhin grave dhe pyesin shpesh herë se a duhet më falë, nuk duhet më falë, a prishin abdesin, a duhet me e lat vendin dhe a duhet me la, domethënë trupin ose aty ku e ka përshkruar ato. I themi se ka diskutime ndërmjet dietarëve sa për kësaj mesele. Shumica e mëdhëbeve kanë mendimin se këto sekrecione janë të pastra. Këtyne Hanefit, Shafit edhe Hanbelit. Ndërsa Malikit kanë mendimin se janë të papastra. Mendimi më i saktë është që janë të pastra, duke u bazuar në faktin e hadithin që kemi përmendur më herët. Cili është ai hadith? Do thonë Aisha radiallahu anha, kur ka pa spermën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cila ka qenë në gjendje të ngurtë, do thonë pasi që është është terr, atë është mjaftuar vetëm me fërkim, jo me larje. Përmendëm se kjo një aspekt dëshmon se sperma është e pastër. Mirë po, zakonisht pas marrëdhënies intime, aty ka mundësi me pasë ndonjë sekrecion të gruas, atëherë themi se ky piktina hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka marrë për argument dietarët se sekrecionet që rrjedhin prej gruas, që ndryshe quhen sekrecionet bardha, atëherë janë të pastra. Mirë po, a prishin abdesin ajo? Kjo është një meselë tjetër. Te shumica djermuese dietarëve, përfshirë këtu katër mëdhëbet, atëherë ato thonë se e prishin abdesin. Edhe pse janë të pastra, mirë po e prishin abdesin. Ndërsa Ibn Hazmi e ka një mendim që nuk e prishin abdesin. Sheikhul Islam Ibn Taymija ka dy mendime, në një vend thotë se e prish, në një vend e ka atë mendimin e Ibn Hazmit që nuk e prish. Po ashtu edhe Sheikh Ibn Taymija rahimahullah në një vend thotë se e prish, në një vend thotë që nuk është prish. Po më saktë është që tu e prishin abdesin. Prandaj duhet që kur të rrjedhin këto, domethënë të merr femra abdes. Mirë po nëse se janë kanë ardhur në asaj gjendje që domethënë kanë rrjedhë të vazhdueshme, atëherë ajo e merr hukmin e aty në grave ose aty në gjendjeve kur njerëzit kanë rrjedhë të vazhdueshme ose të gjakut ose të gazrave ose të medhiu që kemi sqaruar më herët, domethënë kur vjen koha e namazit, atëherë e lan vendin, e pastron rrobën, po mundet të më mjaftu edhe mos më pastruar rrobën për arsye se tham që është e pastër, por e lan vendin, pastaj edhe falet. Domethënë për arsye edhe pastaj derisa të vjen koha e namazit tjetër, lejohet asajna me i fal të gjitha namazet, edhe farza edhe nafile, dhe kur vjen koha tjetër, për shembull, kur vjen koha e këndis, që për shembull më herët e kishte fal drekën, atëherë themi se duhet me marr gjithsesi abdes, sepse abdesi i saj është prish. Çështja tjetër me rëndësi sa i përket çështjeve të pastërtisë apo jo pastërtisë, kafshës të cilës i hahet mishi, sikurse që janë kafshës shtëpiake, sikurse që janë baktit dele, dhi, lop, deve, pula, e kështu me radhë. Këto janë kafshë pra të cilave ju hahet mishi. Të gjitha pjesët e kafshëve të cilave ju hahet mishi janë të pastërta. Nuk janë të papastërta. Po më parasysh gjatë jetës së tyre, do të thonë sa janë gjallë, sa nuk kanë gordh, apo edhe pasi që të prehen, mirë pa të prehen në mënyrë shariatike. Do të thonë duke thënë bismillah dhe pastaj duke i prej ato në mënyrë që ka ardhur, domethënë në fe. Pra, pasi që është prerë ajo shtaz, ose që është therr ajo shtaz, të gjitha pjesët e saj janë të pastërta. Domethënë tash mi urdhëruar njerëzit me hongër të gjitha pjesët. Mirë po them, nëse diçka bjen
për shembull prej bajgave, apo prej glasave, ose prej urinës së tyne, ose prej plancit, në qoftë se bjen në trupin e njeriu, themi se nuk ka nevojë njeriu me e lat pjesë të trupit ose të rrobës ose të vendit, sepse është diçka e pastër dhe nuk ka nevojë me la. Për këtë dëshmon, domethënë që në qoftë se diçka prej urinës ose bajgave ose glasave që të kafshëve të cilat ju hat mishin, nëse bin ato në vend apo në trup ose në rrobë dhe nuk ka nevojë njeriu me e la ato gjëra. Argument për këtë se është një sahabi ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Usalli fi marabi dhil ghanam?" Qala na'am. Ka thënë, a bën me u falën në shtallën e deleve? Ka thënë, po. Aty në shtallën e deleve ka ndytësira. Po ashtu edhe disa hadithe të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk do t'i përmendi, mirë po Buhariu e transmeton një ether nga Abu Musa al-Ash'ari, i cili është falur në Darul Berid. Darul Berid është Berid në atë kohë, është ka qenë ai vend ku i taku, domethënë i kanë lidh kuajt për me pushu që më u çu postën në një vend tjetër. Domethënë njerëzit për me u çu postën prej një vendi në një vend tjetër kanë shfrytzuar kuajt. Dhe aty në atë shtallën ku ka qëndruar kjo Darul Berid, domethënë ai farvendi i postës, ka ndodhur më fal Abu Musa al-Ash'ariu. Kanë thënë ti po falësh këtë vend, ka pas erë të keqe, ka pas gjëra të domethënë të me erë të keqe dhe domethënë gjëra të ndyta sipas njerëzve, ka thonë pse s'po shkon pak më andej se e ki pasur, ka thonë për mua nuk është problem sepse domethënë ka konsideruar që një gjë e tillë nuk është që e pengon falën e namazit. Pra njeriu lejohet të falet në shtallat e kafshëve, baktive të cilave ju hahet mishi. Dhe edhe ato që i përmendëm më herët, domethënë veturinat e tyre, domethënë bajgat apo edhe urinat e tyre janë të pastërta. Derisa sa i përket qenit, i kemi disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtyre haditheve është hadithi e Abu Hurajras radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha shariba al-kalbu fi ina'i ahadukum fa liyaghsilhu sab'an", në një transmetim tjetër ka thënë ulahunna bit-turab. Nëse një qen pin në një enë, atëherë leta laj njeriu atë enë 7 herë. Në një transmetim të Imam Muslimi ka ardhur hera pa let jetë me dhej. Po ashtu edhe hadith Abdullah ibn Mughaffalit ka thënë idha balagha al-kalbu fi ina'i ahadukum faghsiluhu sab'an wa afiruhu thamatan bit-turab. Në këtë kontekst domethënë kur pin qen e ujë në një enë, atëherë lani atë enë 7 herë dhe herën e 8 me dhej. Herën e 8 është për qëllim që kanë thënë dietarë, domethënë jo që do të më shtu me u bë 8, mirë pa dhej ose dhej, pasi që është një substancë komponent tjetër, nuk është sikurse uji, ata ne kanë konsideruar domethënë larjen me dhej, sikurse domethënë një diçka të 8, por ndryshe është 7. Domethënë kështu i kanë bu bashkë këto dy hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mbas këtyre dy haditheve dhe hadithe të tjera, atëherë sa i përket jargës së qenit, ose rastet kur qeni pin ose e pin enën, atëherë ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ajo enë duhet të lahet gjithsesi 7 herë dhe 1 herë me dhej. Në disa transmetime ka ardhur hera e parë me dhej, disa transmetime ka thënë ulahunna ihdahunna, domethënë njëra prej atyne lare me kon me dhej. Pra mas mire është me kon e para me dhej, po nëse harron njeriu edhe e lën të dytën, tretën, atëherë edhe një gjë e tillë është e lejuar, domethënë me la e treta ose e katërta, mirë po jo me kon e fundit, sepse detyrohet edhe një herë, pastaj me la me ujë. Pra në këtë hadith ose në këto hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka obliguar që pirja e qenit nga një enë ose lëpirja e asaj enës edhe nëse nuk ka diçka, domethënë nëse nuk ka ujë aty ose nuk ka ushqim, mirë po vetëm ai ka lëpir enën, atëherë themi se duhet gjithsesi njeriu ta lajë atë enë një herë me dhej dhe pjesët e tjera domethënë me ujë, domethënë gjitha kjo me kon 7 herë. Ena duhet të lahet tërësisht.
jo vetëm një pjesë e anës, domethënë kur të hudhet dheu, një herë me domethënë ai dheu me përshkruaj tër anën. Po ashtu këtu kemi edhe për shembull një çështje tjetër me rëndësi. Ajo është se a bën me përdor diçka tjetër përveç dheut. Dietarët kanë mos pajtime. Disa për dietarët thonë se këtu është përmendur dheu, por bën me përdor detergjent ose diçka tjetër i cili e largon ndytësirën e këtij naçanit i cili ka lëpir ose ka pirë ujë në këtë anë. Mirë po, më saktë është që gjithsesi do të përdoret dheu. Mirë po, nëse nuk ka dhe, atëherë bën më përdor diçka tjetër. Mirë po, nëse ka dhe, atëherë nuk bën në vend të saj ky dhe më u zëvendësu me diçka tjetër. Nuk bën me u zëvendësu me diçka tjetër. Mirë, kur jemi te derri, a merr derri hukmin e qenit, pasi që edhe derri edhe qeni, do të thonë ajo papastërtia e tyne është papastërtia e madhe. Ka mos pajtime ndërmjet dietarëve, disa dietarë bën qiyas, e bën analogji derrin me qenin. Ndërsa disa dietarë të tjerë nuk e bën analogji, se kanë thonë njeriu, domethënë deri ka qenë i njoftën në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është përmendur në Kur'an. Po megjithatë nuk ka ardhur urdhëresa qysh me pastru enën nëse ndonjë derr për shembull lëpin ose pin në atë ujë ose han nga ajo enë. Prandaj mbetet pastrimi i enës ku ka pirë deri ose ku ka ngrënë deri, sikurse pa pastërtitë e tjera. Dhe kjo është mendimi më i saktë, domethënë që deri nuk merr hukmin e qenit në këtë çështje, domethënë që obligohet 7 herë me la, mirë po mjaftohet njeriu me larjen 3 herë ose ata dietarë të tjerë që kanë thonë 1 herë. Insektet të cilat nuk kanë gjak të rrjedhshëm, a janë të pastërta apo nuk janë të pastërta? Themi se insektet të cilat nuk kanë gjak të rrjedhshëm, sikurse milingonat, sikurse mizat, mushkonjat, insekte të ndryshme, të cilat janë të vogla, domethënë të cilat nuk kanë gjak të rrjedhshëm, atëherë të gjitha këto kanë një hukum se janë të pastërta, përveç nëse rriten në një vend të papastër, për shembull rriten ose jetojnë ose gravitojnë në fekale, për shembull, atëherë ato e marrin hukmin e vendit ku është rrit. Mirë, po në përgjithësi parim ato konsiderohen të papastërta. Cili është argumenti? Argumenti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith: "Idha waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma yanzuhu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fi al-akhir shifa'an." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që kur një miz të hudhet, domethënë ose të futet në ndonjë diçka të lëngshme, qoftë ajo ushqim ose diçka tjetër, atëherë le ta shtyn poshtë, le ta mbyt, pastaj le ta nxjerr, sepse në njërin krah thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka da'an, është një ka smunin, një tjetrin e ka, domethënë shërimin. Dhe është vërtetuar edhe domethënë shkencarisht se miza e ka domethënë një pjesë të krahët të saj, ato çka quhet domethënë bakteriofag, diçka e cili i përbin dhe i gëlltit ato bakteret e ndryshme, dhe domethënë kjo argument qëllimi është me kallëzu se ky hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e për bazë dhe thuhet se të gjitha insektet, duke përfshirë këto mizën, mushkonin edhe insektet e tjera që nuk kanë gjak të rrjedhshëm, të gjitha janë të pastërta, edhe ai gjaku nganjëherë që ne e vrejmë pasi që ta ketë thumbu njeriu ndonjë mushkon, ka ndoshta një pjesë të gjakut, themi se ai gjak është i pastër, nuk është i papastër. A lejohet diçka prej ndytësirave, meselja e fundit, që ka të bëjë me papastërti. A lejohet diçka e vogël prej ndytësirave, domethënë a falet, a nuk merret parasysh, domethënë nëse i bjen dikujt ndonjë ndytësir, dhe është shumë në sasi të vogël, a është e falur kjo nga ana fetare apo jo? Ka mos pajtime ndërmjet dietarëve. Tek shumica e dietarëve, ndytësirat pa marrë parasysh se janë në sasi të mëdha apo në sasi më të vogla, të gjitha duhet më pastru. Përveç aty ku ka ardhur argumenti. Ku ka ardhur argumenti, kanë thonë
gjakut, i cili është në sasi të vogël, sipas ixhmait të dietarëve është i falur. Domethënë tash ka mos pajtim ndërmjet dietarëve sa është kjo sasi e vogël, çka llogaritë sasi e vogël. Por mas pakti që është përmend, ajo që është përmend e dirhamul baghli. Domethënë dirhamul baghli është nëse mund të them tash sa 1 euro, sa 50 cent. Domethënë këtë sasi gjaku nëse është në një vend ose nëse është në një vend pak më në sasi pak më të vogël, po në një vend tjetër pak më të vogël mirë, por kur bëhen bashkë janë më pak se sa kjo sasi e cila është sa një, domethënë monedhë, sa 1 euro, sa gati ndoshta mund të them edhe 2 euro. Por afërsisht aty, atëherë thonë se nëse është në sasi më të vogël, atëherë është e falur dhe kjo ka për këtë ka ixhma. Ka ixhma ndërmjet konsensus ndërmjet dietarëve, sepse ajeti Kur'anit thotë au dama masfuhan, ose gjak të rrjedhshëm, që nuk kuptohet se gjaku i cili nuk rrjedh, i cili është në sasi të vogla është që falet. Mirë, ka ardhur po ashtu në disa hadithe ka ardhur që janë edhe disa çështje të tjera të cilat janë të falura. Për shembull, kemi përmend kur kemi fol për largimin e ndytësisë me gur apo edhe me letra higjienike, kemi përmendur aty që ka ardhur në hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njeriu lejohet me bë një mënyrë të tillë të pastrimit, do thonë të nevojës së madhe apo të nevojës së vogël. Dhe përderisa është ajo ndytësirë nuk e ka të kaluar vendin, se më thonë tash po detyrohemi me përmend ndoshta edhe shprehjet pak më të turshme mirë, po për më çatsu po detyrohemi domethënë nëse gjendet vetëm në anos dhe nuk ka kaluar, nuk është zgjeruar në një vend pak më të gjerë, atëherë themi se nëse njeriu tenton edhe mundohet me e largu këtë ndytësirë, përdor ashtu qysh ka ardhur në hadithet pejgamberit alayhis salam 3 gur ose 3 letra higjienike edhe më shumë nëse ka nevojë dhe ja mërmend që ka largu, atëherë nëse një sasi e vogël mundet për shembull ngjyra, pastaj me vret ngjyrën e asaj në rrobë ose diçka, është ajo pjesë e falur. Ajo pjesë është e falur. Tash kjo a bëhet qiyas me këtë edhe ndysirat e tjera apo nuk bëhen? Këtu është domethënë ajo fat diskutimi ndërmjet dietarëve, tek mëdhëbi Hanefi bëhet. Domethënë bëhen qiyas edhe ndysirat e tjera, përderisa të mëdhëbet e tjera ata kanë ngushtuar këtë far kanë thonë se duke u bazuar në një hadith pejgamberit alayhis salam, hadithin të cilin e dim të gjithë ose kemi dëgjuar shpesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë 2 lloje të njerëzve janë të cilët nesra, domethënë janë ka kaluar pranë 2 varreve dhe kanë thonë këta persona të cilët gjenden këto 2 varre janë duke u dënuar aktualisht. Për njërin prej tyre ka thonë la kana la yastanzihu min al-bawl, nuk është rujt prej stërpikave të urinës. Kanë thonë, domethënë këto stërpika të urinës janë në sasi të vogël, por megjithatë nuk është rujt. Mundë me thonë nashta me marr një mendim e cili domethënë përveç këtyre që i përmendëm që është e lejuar përveç gjakut edhe saj kur njeriu e largon ndytësirën me gur apo me letra higjienike, nashta në aspekte në raste ekstreme ose në raste kur s'mundet më rujt, atëherë falet diçka. Po njeriu do të më kushtu vëmendje dhe kujdes që me qenë i sigurt në namazin e tij. Nëse vren diçka, qoftë në sasi të vogël, ta largon ato. Disa prej hanefive kanë përmendur se nëse për shembull është duke urinuar dikush dhe stërpikat e urinës, se cilat janë sikurse ato gjelpërat, domethënë sa masia e gjelpërave, ka mundsi nganjëherë njeriu me godit, atëherë janë të falura, nuk është gjë po njeriu me rëndësi është që më kujdes maksimalisht mi larguat të ndësira se hadithi që flet për atë njeri i cili nuk është rujt nga stërpikat e urinës, është hadith i cili është kërcënues, është i frikshëm, prandaj njeriu do të më pas kujdes. Prandaj njeriu do të më pas kujdes edhe me i la. Po nëse tenton edhe e lan një vend për shembull, të cilën ka bashkuar ndësira ose gruaja me menstruacione e lan të rrobën që e ka bashkuar gjaku me menstruacione. Mirë, po nuk i heket ngjyra. Atëherë është e falur apo jo? Themi po, në këtë rast është e falur se nuk është e kërkuar që njeriu me hjek, domethënë ai tenton me lënë një herë, 2 herë, 3 herë. Mirë, po nganjëherë janë disa ndësina sikur sa me gjakut që ndoshta ka mundësi me mbet aty në një periudhë pak më gjatë.
edhe pse është larguar ajo far ndyrësia fizike, për mirë po ai ka mbet ajo ngjyra, themi se në këtë rast është e falur dhe nuk kushtozohet që me largu me diçka tjetër atë farë ngjyre, sepse edhe një grua e ka pyetur Aishën radhiyallahu anha, po tentoi edhe pe laj atë rrobën që e ka godit gjaku i mesresenëve, po ata nuk përhiqet ajo njolla e gjakut. Atëherë uji është i pastër. Po ashtu edhe njeriu nganjëherë ndodh që mos më hiq era e ndytësirës, edhe pse ka la duart me ujë, dhe nuk kushtozohet që t'ju largohet kjo erë, dhe është edhe kjo shpeja aty në gjërave të cilat janë të falura. Këto janë disa prej çështjeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me papastërtitë fizike dhe çka konsiderohet papastërti apo çka nuk konsiderohet papastërti. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.